Lutja e engjëjve që bartin arshin e Allahut. Dietarët dhe komentuesit e Kuranit kanë thënë se ajetet 7-9 të sures Gafir kanë zbritur si përgëzim për besimtarët e vërtetë dhe durimtarët, që ata nuk janë vetëm dhe nuk duhet të ndihen asnjëherë të braktisur, sepse bartësit e arshit hyjnor dhe ata që janë përreth Allahut, engjëjt e mëdhenj, janë me ta dhe i mbështesin vazhdimisht. Ata bëjnë pareshtur dua për ta dhe kërkojnë nga Allahu për ata shpëtim në këtë botë dhe mirësi në botën tjetër. Ky është stili më i miri për qafimit me besimtarët në atë ditë, në këtë ditë dhe nesër. Kurani thot: ata engjëj që e mbajnë fronin dhe ata që janë rreth tij e madhërojnë Zotin e tyre me falënderim dhe i besojnë atij. Ata lypin falje për besimtarët duke thënë: o Zoti ynë, ti përfshin çdo gjë me mëshirën dhe dijenin tënde, prandaj fali ata që janë penduar e që ndjekin rrugën tënde dhe ruaj ata prej dënimit të zjarrit flakërues. Surja Gafir ajeti 7. Ky ajet u bën të qartë besimtarëve se nuk janë vetëm ata që e lartësojnë dhe falënderojnë Allahun e lartësuar, sepse para atyre janë engjëjt e afërt dhe bartësit e arshit dhe ata që janë përreth tij, që e lartësojnë dhe e falënderojnë krijuesin e madhëruar dhe të lartësuar. Nga ana tjetër, i paralajmëron mohuesit dhe u thot: besojnë apo jo? Kjo nuk është e rëndësishme, sepse Allahu është i pasur ndaj krijesave të tij dhe nuk ka nevojë për besimin e askujt, sepse janë engjëjt që e lartësojnë e falënderojnë madhështinë e tij. Ata janë aq shumë sa nuk mund të përfytyrohet. Pavarësisht kësaj, Allahu përsëri nuk ka nevojën e tyre për ta falënderuar dhe për ta lartësuar atë. Në një këndvështrim tjetër, ajeti lajmëron besimtarët se ata nuk janë vetëm në këtë botë, sepse fuqia e padukshme më madhështore në botë dhe bartësit e arshit janë me ta, i mbështesin dhe luten për ta dhe, në të njëjtën kohë, i kërkojnë Allahut që t'i përfshijë në faljen dhe në mëshirën e tij të gjerë, t'ua falë gjunahet e t'i shpëtojnë nga dënimi i zjarrit të xhehenemit. Në ajetin që vjen pas, do të shohim lutjen e vazhdueshme të bartësve të arshit për besimtarët. Allahu në ajetin 8 të sures Gafir thot: o Zoti ynë, shpjeri ata në kopshtet e Adnit, të cilat u ke premtuar së bashku me të deboçmit prej prindërve të tyre. Surja Gafir 8. Pse i luten atij? Ata i luten Allahut madhëruar sepse ti i je i plot fuqishmi dhe i urti. Vazhdimi i ajetit 8 i sures Gafir. Ky ajet fillon me apostrofin: o Zoti ynë. Bartësit e arshit dhe engjëjt rreth tij kërkojnë me këmbgulje nga krijuesi i tyre që ai të jetë i butë me besimtarët e tij. E përsërisin shpesh kërkesën e tyre në vendqëndrimin hyjnor të Allahut. Këta nuk duan nga krijuesi i tyre shpëtimin e besimtarëve vetëm nga dënimi i Kiametit, por dhe që t'i fusë ata në xhenetet e përhershme. Jo vetëm kaq, por dëshirojnë që bashkë me ta të hyjnë dhe baballarët, gratë dhe bijtë e tyre, të gjithë ata që kanë ecur në gjurmët e tyre në rrugën e drejtë dhe të besimit. Engjëjt kërkojnë mbështetjen dhe fuqinë dhe forcën e Allahut, kurse premtimi hyjnor, ashtu siç na e tregoi edhe ajeti, është i njëjti premtim që është përsëritur shpesh me gjuhën e profetëve për të gjithë njerëzit. Ndarja e muslimanëve në dy grupe zbulon një realitet. Atje ka një grup që klasifikohet në nivelin e parë, i cili përpiqet të ndjekë të bindet plotësisht çështjeve hyjnore, kurse grupi i dytë nuk është në të njëjtin nivel me të parin dhe as në vendin e tij, por për shkak të lidhjes së tij me grupin e parë dhe përpjekjes së tyre për të ndjekur ata nga pas, edhe ata do t'i përfshijë lutja e engjëjve. Pastaj ajeti na kujton paragrafin e 4 të duas së engjëjve për besimtarët dhe ajeti 9 i sures Gafir na thot: dhe shpëtoi ata nga e keqja. Atë që ti e shpëton nga e keqja atë ditë, ti e ke mëshiruar. Surja Gafir 9. Më pas duaja përfundon me këtë fjali që ka një kuptim shumë të madh. E ky, me të vërtetë, është shpëtimi i madh. Surja Gafir 9. A ka fitore më të madhe se sa t'i falen gjunahet njeriut, t'i largohet dënimit, ta përfshijë mëshira hyjnore dhe ta fusë atë në xhenet dhe t'i bashkohen atij të afërmit e tij dhe ata që ai do. Deri më tani, pam komentin e ajeteve dhe tani do të vijojmë me disa hulumtime rreth tyre. I pari, 4 duat e bartësve të arshit. Këtu mund të shtrohet pyetja, cili është ndryshimi që gjendet midis këtyre 4 duave? A nuk është një pjesë e tyre përsëritse? Po ta shikojmë me hollësi zbulojmë se cila prej tyre tregon për çështje të ndryshme. Në fillim engjëjt kërkojnë që besimtarët të lahen, të pastrohen nga gjunahet. Kjo është një çështje e qëndrueshme nga kërkesat e tyre, sepse quhet si pika e mbërritjes te çdo mirësi e madhe. Në të kundërt, ka dhuratë më të madhe se sa njeriu të ndjejë se u pastrua plotësisht dhe krijuesi i tij është i kënaqur me të dhe sa i vetë është i kënaqur me Zotin e tij. Kjo ndjenjë, duke mos përfillur çështjen e xhenetit dhe të xhehenemit, quhet një çështje e madhe dhe krenari për njerëzit.
Në pjesën e dytë, bartësit e arshit dhe engjëjt e tjerë kërkojnë largimin e besimtarëve, ruajtjen e tyre nga dënimi i zjarrit të xhehenemit. E gjithë kjo çështje konsiderohet një prej formave më të rëndësishme të vërtetimit të qetësisë dhe të kënaqësisë shpirtërore. Në fazën e tretë, përfshihet duaja e bartësve të arshit dhe të engjëjve, duke kërkuar xhenetin për besimtarët dhe të afërmit e tyre. Ata konsiderohen të tillë nëse janë prej atyre që bëjnë vepra të mira. Për shkak të pranisë së shqetësimeve të tjera të rëndësishme në ditën e Kiametit përveç zjarrit të xhehenemit, si frika e madhe e grumbullimit në mahsher, dalja përpara njerëzve, qëndrimi gjatë në llogaridhënie dhe të tjera si këto, engjëjt dhe bartësit e arshit në duat e tyre kërkojnë që Allahu t'i ruaj dhe t'i mbrojë besimtarët nga çdo e keqe që do të ndodha atë ditë, që të hyjnë të qetë dhe me respekt të plotë në xhenetet e qetësisë së përhershme. I dyti, edukata e lutjes. Në këto ajete, bartësit e arshit dhe engjëjt u mësojnë besimtarëve mënyrën e lutjes. Si fillim duhet të nisë me thirrjen: O Zoti ynë. Pastaj lavdrimi i Allahut me cilësitë e tij të madhështisë dhe të bukurisë. Vazhdohet me kërkimin e ndihmës nga vendqëndrimi i mëshirës absolute dhe i diturisë së tij të pafund. Ti përfshin çdo gjë me mëshirën dhe dijenin tënde. Së fundi, lutja dhe kërkimi diçkaje është sipas rëndësisë së saj, me kusht që të jetë brenda normave të përgjigjes së lutjes, pra të jetë realizueshme. Fali ata që janë penduar e që ndjekin rrugën tënde. Lutja përfundon duke përmendur cilësitë e larta të bukura të Allahut dhe synimin e mëshirës së tij. E pashoqja në këtë çështje është se bartësit e arshit hynor në duan e tyre mbështeten fort në 5 cilësi hynore. Ato janë hynia, mëshira, fuqia, dituria dhe mençuria. I treti, pse të gjithë duat fillojnë me fjalën O Zoti ynë? Kur lexojmë ajetet kuranore, vërim se miqtë e Allahut, pavarësisht se cilët janë, profetët apo engjëjt, apo njerëzit e mirë, e fillonin lutjen e tyre me fjalët O Zoti ynë, ose O Zoti im. Ademi, paqja e Allahut qoftë mbi të thotë: Zoti ynë, ne i bëjmë padrejtësive të vetes tonë. Surja El Araf, ajeti 23. Nuhu, paqja e Allahut qoftë mbi të thotë: Zoti im, më fal mua dhe prindrit e mi. Surja Nuh, ajeti 28. Ibrahimi, paqja e Allahut qoftë mbi të thotë: Zoti ynë, më fal gabimet mua dhe prindërve të mi. Fali të gjithë besimtarët ditën kur jepet llogaria. Surja Ibrahim, ajeti 41. Jusufi, paqja e Allahut qoftë mbi të, pasi u plotësua dëshira, tha: Zoti im, ti më ke dhënë mua pushtet. Surja Jusuf, ajeti 101. Musai, paqja e Allahut qoftë mbi të, folsi me Allahun, thotë: Zoti im, betohem në ato të mira që më dhurove mua, se kur nuk do të vihem në ndihmë të kriminalëve. Surja El Kasas, ajeti 17. Kurse Sulejmani, paqja e Allahut qoftë mbi të, thotë: Zoti im, më fal gabimin, më dhurua si pushteti që askush pas meje nuk do ta ketë. Surja Sad, ajeti 35. Kurse Isai, paqja e Allahut qoftë mbi të, thotë: O Allah, Zoti ynë, zbrit na nga qielli një tavolinë. Surja El Maide, ajeti 114. I dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, thotë: O Zoti im, unë mbrohem me ty prej ngacmimeve të djajve. Surja El Muminun, ajeti 97. Në gjuhën e besimtarëve lexojmë në shumë vende thirrjen O Zoti ynë në hapjen e lutjes. Edhe në fundin e surës Ali Imran, ajetin 191, shohim këtë dua të tyre: O Zoti ynë, këtë nuk e ke krijuar kot. Nëpërmjet këtyre shembujve, dalim në përfundimin se duaja më e mirë është ajo që fillon me emrin e Zotit. Është e vërtetë se emri Allah i përfshin të gjithë emrat e tjerë të krijuesit, por njeriu i lidh nevojat me sunduesin që në çastet e para të jetës e deri në fund të saj. Kjo lidhje me sunduesin e zhyt njeriu në mirësitë e Allahut. Për këtë qëllim, përmendja e kësaj fjale në fillim të lutjeve duket më së e përshtatshme se emrat e tjerë.